Si e komenton largimin e Silvinjos nga drejtimi i kombëtares shqiptare dhe a mendon se Ronaldo është zgjedhja e duhur për Stolin Kuqezi? Silvino ka bërë diçka të jashtëzakonshme me kombëtaren, na ka dërguar në Europian, play-off botërorit, pati një moment shkëlqyer duke pasur performancat të nivelit lartë në prezantimin e tij të parë në fushatën kualifikuese të Europianit. Ishte diçka e jashtëzakonshme ajo që bëri duke mposhtur ekipe shumë të forta si Polonia, Çekia, që gjithmonë e kemi pasur shumë të vështirë përballë tyre. Më pas pati një rënje në ligën e kombeve, një zhgënjim ishte ky kompeticion, bëri diçka të madhe në kualifikuesit e botërorit duke shkuar deri në play-off, ndërsi le të themi, ajo se çfarë bëri Silvinho ishte shumë pozitive me ekipin kombëtar. Sigurisht gjithmonë ka pikë pyetje, ka pak kënaqësi, disa gjëra mund të ishin bërë më mirë, disa lojtarë mund të kishin marrë më shumë minuta, por janë zgjedhjet e trajnerit, të cilat deri në një pikë i dhanë të drejtë dhe ishte diçka fantastike ajo që arritëm me teknikun brazilian, por cikli i tij në ekipin kombëtar u mbyll pasi edhe konsumohesh, ka lojtarë të cilët krijojnë pak kënaqësi, ata që nuk luajnë janë gjithmonë problem. Një ndër ta ishte Ernest Muçi, broja i cili u zbostua në një pozicion tjetër, edhe disa lojtarë tjerë që morën pak minuta në Europian si Ismaili, Berisha i cili u largua më pas nga ekipi kombëtar dhe ishte e nevojshme një ndryshim në stafin teknik. Trajneri i ri italiani Maran është një zgjedhje e presidentit Duka, ka një eksperiencë të madhe në futbollin italian, ka drejtuar për një dekadë në Serie A, në elitën e futbollit italian, sigurisht ka pasur skuadra mesatare, por ka një eksperiencë të madhe, diçka që Silvinho nuk e kishte, dhe mendoj që do të bëjë një punë të mirë pavarësisht se ka patur skepticizëm për afrimin e tij dhe mendojnë edhe tifozët, ka pasur kritika, skepticizëm edhe tek një pjesë e opinionit sportiv, por mendoj që Maran do të bëj mirë në ekipin kombëtar. Sigurisht kualifikimi në ligën B të kombeve është një objektiv minimal dhe i arritshëm për kombëtaren ton, por edhe kualifikimi në Europian i cili mbetet prioritet dhe me këtë grup lojtarësh që kemi sigurisht duke pasur edhe disa ndryshime që do të vinë gradualisht pasi kjo listë për miqësoret ishte diçka e përgatitur edhe nga braziliani Silvinho. Duhet t'i japim pak kohë, por kjo fushatë eliminatore në ligën e kombeve do t'i shërbejë shumë për të njohur lojtarët, vendin, për të përshtatur më mirë dhe për të arritur ato objektiva që ka vendosur së bashku me FSHF-n. Po. A mendon se kampionati shqiptar përprodhon më shumë talente për kombëtaren se sa ka prodhuar vite më parë? Shiko, Shqipëria gjithmonë ka prodhuar talente, ne kemi pasur yje të mëdhenj të futbollit, të cilët kanë bërë histori. Sigurisht nuk kanë pasur rezultate të mira me ekipin kombëtar për shkak të rrethanave, kushtet, por gjithmonë ne kemi prodhuar kushta, emra të mëdhenj që kanë shkuar me gërma të arta i historinë, lojtarë të cilët kanë luajtur në liga të rëndësishme, Plejade Arte Tiranës, e Dinamos, Partizanit, shumë lojtarë të talentuar të Vllaznis, të Flamurtarit Vlorës, Çipi, Muça, Demollari. Ka pasur pra në tërësi shumë emra që ka prodhuar dhe vazhdon dhe të prodhon. Sot Ernest Muçi është një nga ata lojtarë të cilët po spikat në futbollin ndërkombëtar dhe është pikërisht ky lojtar që ka dalë nga kampionati shqiptar, ka qenë pjesë e Tiranës, Myrto Uzuni, ka dalë nga Berati, spikati te Polonia, pas shkoi tek Laçi dhe vazhdoi rrugtimin e tij në Europë, duke luajtur në ligën më të rëndësishme në Spanjë dhe më pas në Amerikë. Shumë emra që kanë luajtur në kampionatin ton, kanë spikatur dhe kanë treguar veten në liga të rëndësishme të Europës. Edhe lojtarë tjerë që sot përfaqësojnë Kosovën, si Ramani, dikur ka qenë pjesë e Partizanit. Pra ka shumë lojtarë që kampionati ynë i prodhon. Problemi nuk është ky, është tek fakti që trajnerët e ekipeve tona kombëtare besojnë pak tek ta në fillim kur aktivizohen në superiore dhe kjo është një gjë që është edhe shqetësim, sepse ai lojtari i njëjti është, nuk ndryshon mbas 3 muajsh kur merr një kontratë që firmos jashtë vendit, por thjesht është ky skepticizëm që ndikon. Por ne
kampionati ynë gjithmonë prodhon, ka element të rëndësishëm, duhet t'u jepet më shumë hapësirë jo vetëm në ekipin kombëtar, por edhe tek ekipet e para si Partizani, Tirana, Teuta, që t'u japin më shumë besim të rinjve, pasi nga këta lojtar do të përfaqësojnë ekipin ton kombëtar në të ardhmen e afërt. Si e vlerëson afrimin e lojtarëve si Qirko dhe Hadroj në listën e kombëtares? Mendon se janë i vlerësuar? Shiko, Qirko është një portier i cili ka spikatur në kampionatin shqiptar futbollit, pjesë integrale e Partizanit, lojtar stabil, formacion, performanca mjaft pozitive dhe e meritonte një ftesë. Është edhe Dajsinani i cili mungonte dhe ka qenë pjesë e listës kombëtares, por nuk mendoj që thjesht duhen të ftohen këta lojtarë, por edhe të provohen, t'u jepet shansi, tregojnë veten sepse kanë potencial. Qirko është një ndër portierët më të mirë të kampionatit, portieri i cili është ftuar edhe nga Maran është Alen Sherri, i cili dikur ka qenë pjesë e Ignatias dhe më pas u transferua në Serie A dhe u bë pjesë e ekipit kombëtar. Pra janë lojtarë të cilët kanë bërë mirë në kampionatin ton dhe ka fituar një ftesë për të qenë pjesë e kombëtares. Por gjithashtu lista e Maran kishte edhe emra të rinj si Luis Asa, i cili aktivizohet në Serie B të futbollit italian, një element që ka spikatur. Mbetet shihet se çfarë do të bëjë në kombëtare, do të ketë minuta, si do të ingranohet nga trajneri Maran, por gjithashtu ka dhe rikthime si Adroj, ish lojtari i Partizanit, luan në Ukrainë. Pra ka lista e trajnerit ka disa emra që pritet të shihen me interes. Sigurisht do kishte interes shumë të madh për Ernest Muçin, por ai mungon për shkak të dëmtimit dhe pati edhe një reagim nga ana e tij nëpërmjet Instagramit duke konfirmuar dëmtimin dhe i uroj fat ekipit kombëtar. Gjithashtu mbetet për të parë rikthimin e Sefterit, ka qenë element i rëndësishëm, por mendoj që në këto teste miqësore trajneri Maran kërkon që t'i shohë të gjithë lojtarët edhe se çfarë ka pasur lista e mëparshme nga trajneri Silvinho dhe më pas do të krijohet atë idenë e tij për kombëtaren që ai pëlqen lojtarët që i duhen në formacion. Këto dy ndeshje do të jenë thjesht test për të njohur nga afër me lojtarët dhe për të krijuar një ide më të qartë për ata që do të grumbullojnë dhe formacionin që ai do të aplikojë në krye të kuqezinjve. Mendoj që ne kemi lojtarë cilësor, thjesht është trajneri i cili i zgjedh ata, mënyra si i vendos në fushë dhe mbetet për të parë sepse janë dy ndeshje të rëndësishme në këtë aspekt. Po çfarë do të përmirësojë kampionati shqiptar për të nxjerrë më shumë lojtarë cilësor për kombëtaren? E thash pak më sipër, e rëndësishme është që duhet u jepet më shumë besim, duhet luajnë më tepër, duke filluar nga klubet kryesore, por pastaj është edhe tek vetë futbollistët, cilët përveç stërvitjes që bëjnë me ekipet e tyre, duhet përgatiten edhe individualisht për të bërë profesionist dhe për të shkuar nivele të larta. Çdo moment duhet të jesh profesionist, mënyra si stërvitesh, ushqimi, qëndrimi, përgatitja që ti bën janë elemente të cilët të ndikojnë dhe influencojnë. Është klubi i cili i jep atë, le të themi, leksionin e parë, mënyra se si luan, i ngranohet në ekip, por gjithashtu dhe vetë futbollisti i cili ai që ka objektiv për të arritur dhe për të shkuar nivele të larta, mund të arrijë. Maksuti është lojtari i fundit nga kampionati që është shitur në Rusi për një shifër prej 700.000 eurosh nga Flamurtari, ishte i jashtëzakonshëm këtë sezon me Flamurtarin, duke realizuar 12 gola, 22 vjeç, është pjesë e shpresave dhe është një kandidat për kombëtaren dhe një talent shumë premtues për futbollin shqiptar. Pra ai lojtar që përgatitet, punon fort, sigurisht që mund të arrijë nivele të larta, fati është pjesë e rëndësishme pa diskutim, por mënyra se si stërvitesh dhe përkushtimi që ke. Nuk mund të bëhesh profesionist për shkuar nivelet më të larta nëse ti nuk je çdo ditë duke u përgatitur, duke u stërvitur, duke menduar për atë që ti e ke ëndrrën më të madhe. Cristiano Ronaldo është shembulli se si mund të shkosh në nivelet më të larta. Ai nuk ka nevojë të luajë për para, por e bën këtë nga dëshira, pasioni, përkushtimi, edhe kur është me pushime dhe sheh që nuk është në formën e tij fizike ideale, merr fizioterapist me vete, shkon në palestër, ushtrohet, regjimi që mban dhe këto e bëjnë dallimin. Si e shikon garën për titullin kampion?
Do të jetë një garë interesante pa diskutim, sigurisht gjithçka varet nga Egnatia, e cila nëse arrin të fitojë ndeshjen e saj me Dinamon, mund shpallet kampion e Shqipërisë për tretin vit radhazi, diçka e jashtëzakonshme për një vend vogël si Rogozhina, por ka treguar me futboll, me punë dhe me seriozitet se mund të bëhen gjëra të mëdha. Do të jetë një ndeshje shumë interesante me Dinamon, e cila ka dalë jashtë objektivit, megjithatë do të vendos shumë se si ky ekip do të luajë, nëse jep maksimumin, nëse do të jenë gjithë lojtarët e gatshëm, sepse ka pasur edhe mungesa trajneri Daja, atëherë do të jetë një ndeshje vërtet interesante. Nga ana tjetër kemi Elbasanin që pas një humbje në premierë të Final Four duk sikur doli nga gara, megjithatë në fitoren që mori në ndeshjen e dytë ka ndryshuar gjithçka dhe do të luajë me Vllaznin, e cila në një mënyrë të çuditshme doli nga gara duke gabuar në dy takimet e para. Do të jetë një ndeshje shumë interesante. Elbasani duhet fitojë ndeshjen e vet me Vllaznin dhe më pas duhet presi nga Dinamo për të synuar titullin kampion, që do të ishte diçka e jashtëzakonshme për ekipin e Gvozdenovic, i cili ka pasur një sezon vërtet pozitiv e ktheu ekipin në kompeticionet europiane pas një mungese prej gati më shumë se 2 dekadash, duke bërë një futboll cilësor, por finalja është finale, duhet të luhet dhe të fitohet. Por unë e shoh Egnatian pak më të avantazhuar për shkak se nuk pret nga tjerët, por nëse bën në fush ndeshjen më të mirë, lojtarët janë të gjithë të gatshëm, atëherë do të ketë një prezantim dinjitoz në fush dhe mund të fitojë titullin kampion. Do të ishte diçka e jashtëzakonshme, i treti radhazi, pavarësisht ndryshimeve, problemeve që ka pasur në periudhën e fundit, largimi i trajnerit, afrimi i trajnerit të ri Dede. Gjithsesi janë dy ndeshje vërtet interesante për të shijuar. Shpresoj që të shohim futboll të bukur, cilësor, të ketë tifoz, sepse merr një dimension tjetër ndeshja kur është prezenca e madhe e tifozëve. Por besoj që më shumë vëmendje do të jetë e fokusuar edhe në kryeqytet, pasi një sfidë do të luhet në Air Albania dhe takimi tjetër ndërmjet Egnatias dhe Dinamos në Elbasan Arena.